Në një takim me fermerët në Gjirokastër, kryeministri Edi Rama ka kritikuar drejtoritë rajonale të bujqësisë, të cilat sipas tij nuk adresojnë problemet. Këto drejtori, tha Rama, flen gjumë duke bërë jo funksionale hartat e produkteve. Ne e kemi bërë hartën e rajonalizimit të produkteve. Drejtoritë tona të bujqësisë nuk janë në krye të detyrës ashtu siç duhet. Puna e parë e drejtorive të bujqësisë është të informojnë, të asistojnë, çfarë shkence të madhe bën drejtori i bujqësisë. Ne do të ndërtojmë në çdo bashki një sportel unik. Një sportel unik për të gjithë problematikat e fermerëve dhe drejtoritë e bujqësisë flen gjumë. Kreu i qeverisë ndërkaq shpjegoi dhe mënyrën e re të bashkëpunimit të fermerëve për të krijuar një treg, i cili garanton shitjen e produkteve të tyre. Unë kam 2 dynym, tjetri ka 3, tjetri ka 5, tjetri ka 10, tjetri ka 1, s'ka pikë rëndësie. Rëndësi ka që bashkarisht ne duhet vendosim çfarë do mbjellim. Shitjen e këtij prodhimi ne e bëjmë bashkë, nuk e bëjmë veç e veç. Kemi të gjitha mundësitë, kemi një treg, jo të dalim me domate në krah të rruga. Dhe as të mbetemi pastaj viktima të grosistëve që vinë nga Greqia, vinë nga vende të tjera, to lloj bashkimesh pastaj quaj si duash, kooperativa, çat ke shef, po ato janë realisht bashkime interesash. Këto reforma, tha Rama, nëse do të ishin nisur 25 vite më parë, do të ishin tashmë në një fazë tjetër. Vitin e ardhshëm do fillojmë të shtrihemi jashtë qyteteve, janë bërë çuditëra kudo. Kjo është pjesë e gjithë kostove që ne i paguajmë 20 e kusur viteve pa shtet. Çudi shumë e madhe që si ka mundësi që në universitet duhet hysh me merit. U bë çudi e madhe pse duhet paguar energji elektrike. Edhe ata që e qeverisën nuk mendonin që bëhet. Ndër të tjera, kryeministri Edi Rama rikujtoi fondin për financimin e fermerëve, për përfitimin e të cilët sipas tij duhen projekte konkrete. Të rimeve që shpërndaheshin gjithandej